Drejtoria e Shërbimeve Publike tashmë njofton qytetarët e komunës së Prizrenit se kanë filluar punimet në kuadër të projektit ndërtimi rreth rrotullimit në rrugën Adem Jashari tek ish objekti i Lirisë në lagjen Bashdërhane në Prizren. Tashmë rruga Adem Jashari drejtimi për Bashdërhane tek hyrja e shtëpisë së bardhë do të jetë e bllokuar. Alternative kësaj do të jetë rruga Nureddin Shala Edit Durham. Rruga nga Bashdërhania deri tek rreth rrotullimi për në qytet do të jetë e bllokuar. Alternativ për lëvizje të automjeteve do të jetë rruga Ahmet Prishtina në drejtim të shkollës Lek Dukagjini, ku mund të shfryzohet edhe rruga Qazim Berisha. Rruga Ibrahim Osmanaj do të jetë e bllokuar në fillim të saj dhe do të jetë vetëm për banorët e kësaj rruge, ndërsa dalja nuk lejohet, do të jetë me dy kahje, hyrje dhe dalje nga e njëjta rrugë. Kërkesë për bashkëpunim nga qytetarët dhe banorët. Lutën banorët që t'i largojnë veturat e parkuara në rrugën Nureddin Shala, rruga Recep Kabashi duhet të jetë e liruar nga veturat. Rruga Gjevella Drovci duhet të lirohet nga veturat për qarkullim të lirë të automjeteve. Ne kemi biseduar sot me drejtorin Qile Lamaj dhe ai pohon se tashmë kanë filluar punimet dhe atje do të shtohet edhe një shirit rrugë në drejtim të Suharikës, kurse në qendër do të vendoset edhe shtatorja vrapuese e Prizrenit. Faktikisht me rënimin e objektit të Lirisë, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka hartuar një projekt ku aty do të zhvillohet një rrotullim dhe do të bëhet edhe zërin i një kurstie në drejtim të Suarikës. Normalisht se ky projekt nuk e përmban vetëm me rrotullim dhe një zërim të rrugës dhe rregullimin e komplet asaj infrastrukturës, po në kuadër të atij rrotullimit do ta vendosim edhe ikonën e vrapuesës së Prizrenit. Kështu që është një projekt ku do të funksionalizoj komunikacionin në hyrje të shtëpisë së bardhë, ku mbrapa saj do të jena në procedurë vlerësimit të projektit për parkingjet në toksore. Kështu që është një projekt mjaft i rëndësishëm për komunën tonë. Ai me këtë rast të tha që sipas premtimeve të kompanive punëkryesit, kjo pritet të përfundojë brenda 3 javë. Spaku pas konsultimeve që kam pas me operatorët të cilët punojnë aty, kjo mund të na zgjat 2 deri në 3 javë.